këtij politikanit nivelit. Zoti Berisha nuk duhet kandidojë. Zoti Berisha, unë e them, ky është një mendim im modest, nuk ka lidhje kjo që Zoti Berisha duhet të dëgjoj mua apo të dëgjoj ty e tjerë. Është një akt që i shërben Partisë Demokratike, është një akt që i shërben Shqipërisë. Në këto momente, Partia Demokratike ka një problem kardinal. Partia Demokratike i është ulur mbështetja popullore. Dhe nuk është ajo e 11 majit, është shumë herë më poshtë. Alda, ishte një takim i Zotit Berisha, pra i Partisë Demokratike, i fundit ishte në Gjirokastër, më zgaroj. Në transmetimin live 26 views. Tani, më fali tani, në qoftë se Partia Demokratike është katandisur që në një aktivitet të saj, një takim të proklamuar të bëhet nami, se kjo pasaj ka dhe ato inflacionin e vetë, më i madh i njerëzimit, protesta më e madhe në globe etj etj, ka 26 views, nuk e di, domethënë është për të vënë duar në kokë. Kjo parti, në qoftë se nuk i kthehet problemeve të veta dhe nuk i përgjigjet pyetjeve, keni një faj juve? Se deri tani vetëm fal presionit të opinionit kanë pranuar vetëm një faj, firmat për Endri Shabani. Vetëm këtë faj kanë pranuar deri tani. Asnjë faj tjetër. Dhe e kanë pranuar, po ka mbajti njëri përgjegjësi për këtë, a dhanë njëri dorëheqjen, a largua, sepse këta sulmojnë Partinë Socialiste, që atje nuk ka demokraci, nuk ka vote. Po ashtu është. Po juve, a jeni ndryshe nga Partia Socialiste? Jo, ta jo edhe nuk janë ndryshe, po në rastet të veçanta kanë bëjnë edhe më keq se Partia Socialiste. Kush ishte live, domethënë aktiviteti ose ngjarja politike më e rëndësishme e Partisë Demokratike për vitin 2025, kush ishte? Përjashtimi i Ervin Saliajit. Se ti në zgjidhje humbje. Ti ti votimin në parti që tregon demokraci nuk e ke bërë. Ti demokraci nuk tregon. Atëherë çfarë ke bërë ti në 2025? Përjashtove Ervin Saliajit. Lëvizja e Saliajit, edhe me ato të metat e saj, ishte ajo që e shkundi Partinë Demokratike. Që ishte një lëvizje që deri tani nuk se ka treguar në gjë të jashtëzakonshme. Ai ka bërë një lëvizje shumë thjesht, disa takime shumë të thjeshta, por e shkundi Partinë Demokratike, që do të thotë që kjo parti jo të shkundet, po kjo parti duhet të ndryshojë mentalitet dhe duhet të ndryshojë që në thelb. Është ndërruar në partinë e 50 deputetëve. Domethënë, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë me opozitat shqiptare. Një opozit ka qenë shumë e gjerë se grupi i deputetëve. Një opozit ku i llogarit grupin e deputetëve një opozit. Një opozit është e hapur për të rinj, për të reja, për intelektual, por aty me njëjtë ata nuk po lënë hapësirë Ervin Saliajit, që ne e dimë aktivitetin e tij. Jo më të thonë të thrasin ata profesoresha. Kështu që në prill unë pres me modestisht e them këtë, që Zoti Berisha mos kandidojë dhe gara aty të zhvillohet një garë drejt me ndershmëri që konkurrentët të jenë me të vërtet të tillë që të jenë të barabartë. Nëse nuk bëhet kjo, Partia Demokratike atë 26 views-in që më habiti Esmeralda në ditën e fundit të dhjetorit, ajo mund të shkojë dhe 0 views. Dhe kjo parti pastaj nga ajo që ka meritën e rrëzimit dhe të lëvizjes më të madhe që ka pas Shqipëria politike që nga 1912 të zhvillohet një parti pasaj që të shtuhet fare. Nuk ka kuptim tjetër. Marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po ndalem tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës se përballë një superpushteti të zotit Rama, natyrisht gjatë gjithë kohës, çdo opozite, jo vetëm Partisë Demokratike, po edhe Partia Socialiste gjithmonë i është dashur partneri ndërkombëtar, i është dashur Shtetet e Bashkuara, ka qenë ajo që ka udhëhequr në fakt për të ndryshuar gjërat. Po them që në reforma zgjedhore që tashmë do diskutohet, apo reforma administrativo-territoriale, pra kryeministri i Partia Socialiste nuk ka asnjë detyrim se i ka të gjitha votat për të bërë çfarë të dojë, për të ndryshuar çfarë të dojë. A mund të ndihmojë Shtetet e Bashkuara, raportet me Shtetet e Bashkuara, po qoftë edhe me Bashkimin Evropian, se ne pam edhe një sjellje të ashpër, qoftë ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian, qoftë ndaj Marta Kos, pavarësisht qëndrimit të tyre, çfarë mendon gjithë secili, një parti politike ka një gjuhë pak më diplomatike për të thënë gjërat. Partia Demokratike, ne folëm që majoranca nuk ka marrëdhënie normale me Amerikën. Imagjino tani të flasim që opozita, e cila synon të vinë në pushtet, ka marrëdhënie zero
Dhe e them zero këtë, sepse me leadershipin e saj. Okej, në ambasadën amerikane ka pasur deputet që janë ftuar her pas here nga Partia Demokratike dhe janë bërë biseda informale me eksponent të diplomacisë amerikane, por vetëm kaq. A kemi ne një deklarat në mbështetje të një aksioni politik ndaj Partisë Demokratike? Asnjë. Po si mund të ketë një deklaratë të tillë kur një nga premtimet e Partisë Demokratike është që do ta shkrijë SPAK-u nëse vjen në pushtet. Ky qëndrim që nga njëra anë këta duan ta shkrijnë SPAK-un dhe nga ana tjetër SPAK-u ai që po e dërmon qeveri me dosjet, me arrestimet, me gjithë hetimet, proceset hetimore që ka, ky është nonsensi më i madh. Nuk e mendon kush këtë. Kështu që si të tillë e vetmja zgjidhje dhe unë përveç zgjedhjeve të 11 majit, Alda, në këto 35 vjet si forcë politike nuk ka fituar zgjedhjet në Shqipëri pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Madje do të thosha edhe në 11 maj ne kishim element sepse tashmë opozita është SPAK-u, ne e themi këtë shpesh, dhe mbështeti që ambasadë amerikane, diplomacia amerikane ka dhënë SPAK-u ka qenë maksimale. Dhe si të tillë ajo ka luajtur një rol opozitën, ne e dim se e themi opozita e vërtetë e Shqipërisë, pikërisht për goditet që ajo ka bërë ndaj majorancës. Po si mund të vijë një forcë politike në pushtet pa mbështetjen e diplomacisë amerikane? Këta sovranistët që ne nuk na duhen amerikanët, s'pyesim për amerikanët, vijnë vetëm pushtet, e di populli etj. Këto janë teori apo qëndrime do të që mua personalisht më bëjnë për të qeshur, sepse janë thjesht kështu për të kapur të ato rrënjët e dobra të jepeme të kalbur, se s'ka mundësi tjetër. Se si mund të thuash ti që sa duhet Amerika, dhe nga ana tjetër lobon për të lidhur me presidentin Trump, dhe ajo në ngrata e famshme nuk është hequr. Këto janë nonsense që Partia Demokratike në radhë parë do t'i rregullojë për vete dhe pastaj merret me problemet e qeverisë. Se konstatimet vënë edhe diçka më anë. Konstatim. Qeveria është e keqe, qeveria është e keqe. Ore populli diktor, ore çfarë tregon ti që je ndryshe nga Partia Socialiste? Atëherë do të mbështesi populli ty. Po ti konstatime që Edi Rama ka bërë këtë, Belinda ka bërë këtë, ky ka bërë këtë, këto nuk vlen më. Ka madje inflacion për mendimin tim. Dhe të gjitha rrugët që Partia Demokratike kanë ndjekur deri tani për t'u afruar me diplomacinë amerikane kanë dështuar. Dhe këtë duhet ta pranojnë eksponentët e kësaj force politike. Mirë, shohim pak një vështrim partive të tjera. Kemi parë një kalendar protestash. Lëvizja Bashkë para parlamentit, zoti Sheaj, Partia Mundësia para kryesisë kuvendit, ndërkohë që kemi një protestë që po zgjat zotit Lapaj përpara kryeministrisë. Çfarë po synojnë këto parti? Vërtet kjo opozitë po punon që të rrëzojë Edi Ramën, apo është në garë se kush është më opozitari ndër ta? Pyetje shumë e bukur. Të katra këto parti bëjnë përpjekje për opozitare për të treguar që ne jemi për rrëzimin e qeverisë Edi Ramës. Deri këtu janë në rregull të katërta. Por ka një problem shumë të madh se sa fjala protest. Sepse unë i dini bëra pyetje zotit Lapaj. Por pse nuk të mbështesin njerëzit ty? Se ai realisht sakrifikon, del atje në të ftohtë dhe kjo duhet vlerësuar. Ata janë një grup të rinj edhe të rejash, madje duhet të theksuar, ka dhe vajza atje dhe mua më habisin pozitivisht se si vajza dhe gra atje sakrifikojnë veten e tyre dhe dalin. Bravo i qoftë. Por Alda, a mjaftojnë 100, 200, ja 1000, ja 2000 veta që të rrëzohet Edi Rama pse ata rrinë përpara kryeministrisë? A mjaftojnë 92 protestues të zotit Sheaj përpara kryesisë së kuvendit që të rrëzohet zoti Rama? Por nuk mjaftojnë më. Dhe sa antar ka partia zotit Lapaj? Po ka shumë shumë. Ore vë ty s'po të vinë antarët e tore. Tani, këtë pyetje po ta dëgjojnë ata thonë ja, ky na sulmon ne. Nuk u sulmojnë ju, o Adriatik, nuk sulmojnë fare. Unë dua që mbështetja jote të jetë shumë më e madhe. Ajo është protestë. Po ti bën një grush njerëzish atë bravo që për këtë. Dhe kjo është e pamjaftueshme, çfarë duhet të themi ne?